Ish banori i Big Brother VIP Kosova, Edi Kuqi, ka bërë së fundmi një reagim që ka shkaktuar bujë të madhe në rrjetet sociale, duke ndezur menjëherë kurreshtjen e ndjekësve dhe fansave të formatit. Përmes një postimi të drejtpërdrejtë, ai ka paralajmëruar se shumë shpejt do të flas hapur dhe pa dorashka për raportin e tij me banoren aktuale të shtëpisë më të famshme. Dolcen, një histori që prej kohësh ka qenë në qendër të aludimeve dhe spekulimeve publike. Edi ka lënë të kuptohet qartë se mes tij dhe Dolces ka ekzistuar një lidhje apo një marrëdhënie më e thellë se sa është perceptuar deri tani nga publiku. Ai ka bërë të ditur se ditën e nesërme do të dalë me një deklaratë të plotë, ku do të zbardhë çdo detaj dhe do të tregojë versionin e tij të vërtetës, duke premtuar se nuk do të lërë asgjë pa sqaruar. Ky është një paralajmërim për të gjithë ata që kanë qenë kurreshtar ndaj kësaj lidhjeje. Ata që më njohin e din kush jam, ka shkruar Kuqi, një mesazh që është interpretuar nga ndjekësit si një sinjal se ai ndihet i keqkuptuar dhe se dëshiron të mbrojë imazhin e tij përballë zërave që kanë qarkulluar në rrjet. Ky postim ka marrë menjëherë qindra reagime, komente dhe shpërndarje, duke e kthyer temën në një nga më të përfolurat e momentit. Ndërkohë, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, dinamika ka ndryshuar ndjeshëm pas hyrjes së banorit të ri, Limi. Me ardhjen e tij, Dolce ka shfaqur një ndryshim të dukshëm në sjellje, duke u afruar shpejt me banorin e ri dhe duke treguar një afrimitet të hapur, i cili nuk ka kaluar pa u vënë re as nga banorët e tjerë dhe as nga publiku jashtë shtëpisë. Kjo sjellje ka nxitur komente të shumta dhe diskutime të zjarrta në rrjetet sociale, ku ndjekësit po analizojnë çdo veprim të saj. Në këtë kontekst, Edi ka hedhur edhe një thumbim të drejtpërdrejtë ndaj Dolces, duke e cilësuar atë si mendjelehtë. Ky koment ka shtuar edhe më shumë polemikat, duke ndarë opinionin publik në dy kampe. Ata që mbështesin reagimin e Edit dhe ata që e konsiderojnë deklaratën e tij si të panevojshme ose të nxitur nga xhelozia. Tashmë, gjithë vëmendja është e përqendruar te deklarata e paralajmëruar e Edit. Mbetet për të parë se çfarë do të zbulojë ai konkretisht, nëse do të dalin detaje të reja që mund të tronditin publikun dhe nëse kjo histori do të ndikojë në perceptimin e publikut ndaj Dolces dhe dinamikave që po krijohen brenda shtëpisë. Një gjë është e sigurt. Kjo çështje pritet të jetë një nga temat më të diskutuara në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.